Besoj se jeni dakord me mua kur them se në vendin ton, në shoqërinë ton, porulësia mungon dhe përçmohet. Shihet si një dobësi dhe njerëzit e përulur shihen si njerëz të dobët, cilët mund t'i shtysh me këmbë dhe t'i hedhësh tutje. Në fakt kjo nuk mund të ishte më larg se kaq në e vërteta. Sepse porulësia është virtyti që e lejon njeriu të mësoj, të dëgjojë nga tjetri, marrë një opinion që është i kundërt nga i tij dhe ta përvetësoj. Studimet tregojnë se njerëzit që kanë vetëvlerësim të ulët adhurojnë njerëzit narcist dhe arrogant dhe votojnë për ta. Dhe zgjedhin udhëheqës, të cilët premtojnë se janë të vetmit që mund të zgjidhin problemet, se mund të zgjidhin për 5 minuta, por duke pasur mungesë porulësie, as nuk i kuptojnë problemet dhe përfundojnë duke i thelluar ato. Udhëheqësit arrogantë dhe narcist janë ata të cilët e shohin veten si të pazvendësueshëm. De Gaulle thoshte se varrezat janë plot me burra të pazvendësueshëm. Nga ana tjetër, studimet statistikore provojnë se ato kompani që drejtohen nga udhëheqës të përulur janë ato që ecin më mirë, po ashtu për organizatat apo për qeveritë. Sepse njerëzit e përulur i nxisin stafet e tyre, i lejojnë ata të provojnë, jenë kreativ, marrin rrisje. Dhe për këtë arsye kanë sukses. Do t'ju kujtoj edhe një njeri të përulur, cili ishte më i madhi nga të gjithë dhe lante këmbët e bishepujve të tij.